Një ardhë në këtë takim përkujtimor për shkrimtarin Nuh Gasperi. Këtu kemi 10 romanet e tij, kaq zjati jeta e tij artistike edhe jeta fizike. Na keni ndëruar me pjesëmarrjen dhe ne ndihemi të ndëruar se përkutojmë një ndër shkrimtarët më dinitos të letrave shqipe, do të thoshte Viktor Gjikola prej Lezhë. Jo lezhjant, po shkrimtari i letrave shqipe që ka pas fatin të lindi në Zadrim e të jetojë në Lezhë, po këto janë element dytësore. E para ishte shkrimtar përfaqësues i letrave shqipe. E fillojmë këtë takim duke ja dhënë fjalën të parit botuesit Franokulli, i cili ka botu dhe pjesën më të madhe të librave të Nuh Gasperit. Përshëndetje gjithëve. Më lejoni që edhe unë t'ju them faleminderit që jeni në pozitën e jo vetëm të mikut, sepse gjithsa jemi këtu jemi miq të Nuh Gasperit, njerëz të afërm, njerëz që vërtet na ka lidhur edhe miqësia, shoqënimet, por siç thanë nesër kam pas edhe këtë lidhje disi më speciale, sepse disa dhe shumicën e romaneve të tia i patëm qenë botuar në entin botues Gjergj Fishta. Sigurisht kjo nuk ishte rësi, në radhë parë ishte dëshira e tij, një dëshirë që u realizu në këtë dimension siç e kemi sot përpara, dhe unë jam një ndëruar me këtë vepër të cilën trashëgojmë prej autorit, prej shkrimtarit Nuh Gasperi, sepse në atë kurrikulumin, po them, CV-n e entit tonë botues, është një prej atyre autorëve që i ban ner me veprën e vet, dhe këto fjalë bashkohen me kujtimet e veçanta për Nuh Gasperin, i cili, siç e theksoi Nesti, jeta ka ato caqet e veta biologjike. Sot jemi 5 vjet masi Noja ka ndruar jetë, por në fund fundit secili njeri në këtë botë vjen dhe ik, por te densia e kujtimeve që lën mrapa ose e veprave që lën, sigurisht zgjat pastaj edhe për kujtimi i figurës ose i cilit do person. Nuh Gasperi, pra, siç shifet edhe këtu, siç e theksoi Nesi, është autor i 10 romaneve. Ajo që do të veçoja në radhë parë është kjo që të gjithë këtë korpus letrar Nuh Gasperi e sjell publikisht, pra e boton, e shkruan dhe boton në një kohë jo gjatë, relativisht shkurt, në kuptimin e densitetit të kohës në cilën botohet vepra, është një kohë mjaft e shkurt, dhe densia e publikimit veprës, e shkrimit veprës dhe publikimit veprës të tij zgjat jo më shumë se sa dikon një dekadë ose një dekadë e gjys, dhe kjo sigurisht për autorët me eksperiencë, por edhe për lexuesit marr, sigurisht është krejt e kuptueshme dhe mirë kuptueshme që ky autor i vjen lexuesit shqiptar me një bagazh shumë të pasur. Falenderoj organizatorët e këtij takimi përkujtimor letrar, që më duket një gjë shumë e gjetur me shumë vend, aq më tepër për Nuh Gasperin, i cili mund të ishte edhe sot mes nesh, por ai la gjithsesi veprën e vet në 10 vëllime. Nuh Gasperi ishte një njeri i cili mund ka bësh shumë përshtypje që para 20 vjeç afërsisht kur e kam njohur në këtë sallë, në një nga këto salla, në një promovim libri, një njeri që kishte lexuar shumë dhe gjykonte për librat e të tjerëve, gjykonte si një kritik profesionist. Dhe më mend që në atë kohë kam pyet kush është, se kisha njoht, si më thanë, ban shumë vite, 20 a më shumë. Dhe nuk zgjati shumë, unë njoha vetë nga afër një njeri i cili kishte frymëruar me librin gjithë jetën, por ende s'kishte shkruajtur librat e vet. Kam qenë në vendet ku ai punonte,
dhe kishte librat më të fundit. Botimet më të fundit ishin gjithmonë në etazherët e zyrave ku punonte Nuk Gaspri, më kujtohet një herë tek Posta apo diku tjetër. Ishte kaq i dhënë pas librit. Dhe me vete kisha thënë, ore, po si ka mundësi kaq pasionant në leximin e librit, me kulturën e librit, ishte për hir të vërtetës një profesor i librit, po e theksoj në këtë mënyrë qëllimisht. Së pari ju falenderoj nga zemra të gjithëve që jemi në këtë ditë përkujtimore, ditë mjaftën e kujtueshme për ne, për familjen e Nuk Gasprit, por edhe për shoqërinë, për njerëzit që ka punu me te kështu me radhë, që mos i farë periudhë kohë ne kujtojmë jetën dhe veprën e Nuk Gasprit. Unë duhet të falenderoj Eraldën e Florin, fëmijët e Nu's, që ato e bën të mundur këtë punë, edhe është një përkushtim vërtet shumë i bukur dhe na e ka besoj edhe në këtë takim që po bëjmë së bashku këtu, na e bën që ta rikujtojmë Nuk Gasprin në shumë plane, jo thjesht në planin letrar, por edhe një plan tjetër që familja, edhe unë së bashku me familjen, me atë familje që jemi rritur, kemi kalu një periudhë kohë dhe dim gjithë shka ose shumë qka për njëri tjetrin dhe për të histori. Jemi rrit në një familje rurale, fshatare, po themi kështu me fjalë pak më thjeshtë për të kuptuar, afër Pirajve, po jo në fshat, në Piraj, po në aty afër. Një familje autoktone aty, vendore, dhe përjetimi që kemi pas, nuk e ka qenë djali i parë i familjes, duhet ta kuptojmë punë. Nuk ishte djali i parë i familjes, ai ishte, si më thonë, lideri jonë i kësaj shtëpie, shtëpisë Pali, babës tonë pas dritë që ka dekë. Dhe sytë tonë drejtoshin si fëmijë, mas Medi ishte Pina, mëne ishte Shtefni, mëne ishte Viktori, Hila, i shumë radhë, ta që kemi ne, 6 fëmijë, në të cilët nuja na kalon, por jemi sot për të kujtuar. Pra, e shifshim nuën si udhëheqës si gjithkush. Dhe unë jam falënderues sot se ai në një farë mënyrë na ka mësuar, do thonë mas prindërve e njerëzve që kishim të afërt, nuja ishte njeriu i parë që ne i mësonim gjërat nga ai, sepse ai ishte mbak më i rritur se sa unë, edhe sa tjerë, po. Thellësisht, i kemi njëhershme Nuk Gasprit ka qenë shokuese për ne, na besoni se ajo ditë tetori e atij vitit, me ndihmon dikush më shumë, ajo ditë tetori që ne kemi qenë në kodrën e Pirajve, me besoni që ishte një shok jo vetëm imi personal, gjithë shtëpisë tonë. Mezi marshim kam dhe nuk po i besonim se çfarë kishte ndodhur. Profesor Noja ka qenë, kur e kena formalizuar si grup, ka qenë një ndër nismëtarët, themeluesit e klubit. Dhe e kam njoft, në fakt, profesor Noja ka fol pak, ka pa bo përshtypje sepse nuk ka qenë shumë llafaman, i ka palon llafet me nxjerr në libra dhe i ka nxjerr në libra krejt mrapa. Disa herë kam njoft, kena fol, jena fut aty. Po ato që thotë Gjoni Menesin që duan me ullë në Zadrim, unë jam me profesor Viktorin që nuk rrinë në Zadrim, ajo është ma gjanë. Gjithë se cili e ka një... Gjithë se cili e ka një pellë vetin, si Martin Camaj, që atje në Dugagjen e ka atë frymëzimi, po nuk rrinë në ngush në Dugagjen, se atje në Lumë Qales me zërë se hynë vark, atje me nejtë Martin Camaj. Është dikush që i përket ma shumë, është ajo letërsia që bëhet masaj kombëtare, që bëhet e botës. Familjes që kanë organizu që në kanë angazhu sot. Që edhe në emër të drejtorit ton, Paulin Zefit, falenderoj Eraldën që zgjodhi bibliotekën Gjergj Fishta për të bërë këtë takim përkujtimor për ndonë. Shumë faleminderit gjithëve që keni ardhur në këtë takim bibliotek. Si në çdo takim, kjo salla gjithmonë plot, po sot edhe më e mbushur sepse është diçka shumë e përshpirtshme kjo. Du me kujtu vetëm një gjë, që në vitin 2020 ne kishim drejtor biblioteke zotin Frano Kulli dhe në planin e punës ne kemi pas takim me prozatorin e begat Nuk Gaspri. Por siç e dini, 2020 ishte ajo që tha dhe zoti Gjën, që ne pat me të pamundur për ta zhvilluar atë aktivitet.
Edhe një herë faleminderit gjithëve, edhe Eraldo qofshi jetë gjatë, edhe pas kush me kujtu themin e në Shkodër. Menduan në mirësinë e njëri tjetrit kam hyrë prej Gjonit. Mbas viteve, kryesisht mbas vitit 2005, menduan Gjonin, Salvadorin takoheshim shpesh dhe temë shpesh herë bisedave tona ishte ardhmja artistike e Nues që ishte në Prag. Na tregonte për përpjekjet e tij për të shkruar, ishte duke shkruar romanin Irina dhe me bënte përshtypje tek Nuja skrupuloziteti të shkruar, në të treguar për ne dhe për një përpjekje figurative se edhe kopertinat Nuk Gaspri i ka zgjedhur vetë për librat e tij pa çka se i modifikonte në kompjuter Rezardo Kulli, por Nuja ishte ai që i gjente kopertinat e tij. Mbaj mend edhe vendin ku ja kam thënë aty përballë të Telekompit një herë në bisedë me Nuën, sa po botoj librin e parë, kishim dalë nga promovimi i librit dhe i thash, Due Gaspri, ty tani do të rrjedhin veprat. Ja thash me sinqeritet sepse procesi i krijimit është kështu. Sa po shkruaj diçka ose ekspozon një vepër piktori apo letrari veprën që ka shkruar, menjëherë harron atë dhe i kthehet tjetrës. Unë kisha eksperiencën e krijimit nga nati dhe mbaj mend që në librin e 7 ma po t'i thënë vetë. E kishte mbajt mend çfarë kisha thënë dhe më thonë, pashta, ti kishe drejt ma të që të pa të thënë. Unë jam i mbushur, tha, dhe mu do të më rrjedhin përsëri vepra tjera dhe ka shku te libri 10. Si të gjithë ju, unë e kam përjetu shumë randë ndarjen e Nuk Gasprit, pa mundësin për të qenë në ceremoninë mortore ndaj tij, dhe ditë jam ullë dhe kam bërë një vepër me element artistik letrar, që janë edhe në vepër, dhe kam vënë shënimin nga mrapa, dedikuar mikut ton, shkrimtarit Nue Gaspri. Mendoj që autori është, unë një herë kam taku rasisht, më thënë drejtën, dhe nuk jam shqit nga mendimet nga diskutimet me të në plazhin e Shëngjinit. Ky autor është i njohur edhe në diasporën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në Detroit, për vetë faktin që ky autor ka luftuar për lirinë natyrale, jo për lirinë që na jep shteti, apo na kufizon shteti, apo na jep si racionin e bukës dikur në komunizëm. Bota madhe shpirtërore këtij njeriut ka ardhur tek unë, me thënë drejtën nëpërmjet veprës tij, nëpërmjet rrëfimeve të Frano Kullit dhe Bashkëpërbathit, dhe kështu që ma kanë bërë shumë interesant këtë autor, i cili ashtu siç tha dhe Bashkëpërbathi, ne vim pak edhe nga psikologjia vjetër e realizmit socialist, që rendisim disa emra duke harruar lidhjen dhe duke harruar dhe autorët tjerë, që ky autor domethënë është i denjë jo vetëm për romanin shqiptar, por është i denjë për të krahasuar edhe me autorët huaj. Nuk ka një gjë më tepër autorët e huaj. Me emocion në këtë akademi përkutimore, e kam njohur Nuën këtu në Lezhë edhe kemi pas bashkëpunime intensive, që herën e parë na takoi Nuadeda me Nue Gasprin, se i kishte thënë që mund të takonin, na ka një shok atje. Edhe me Nue Gaspri pat një punë intensive të krimtarisë tij, po të përdorim një terminologji të hershme të romanit epope. Unë nuk e di Nuadeda do ta pranonte të paktën si një këto 10 romane të tij janë një roman epope që ka zadrimen, ka vendlinjen, ka Lezhën, ka historinë tonë nacionale, duke i dhënë vërtet mesazhe universale veprës së tij. Edhe kështu që ne e kujtojmë me shumë mall bashkëpunimet tona, ai ka qenë ndërthemeluesi e klubit tonë letrar. Kështu që unë ato që tha Ernesti që ai është një shkrimtar shqiptar nga Lezhë, sepse provinca është një magji. Provinca të bën për vete, kjo është magjia e saj, dhe kur të bën për vete të bën në kurth.
edhe i thua vetet lavdrimet pa meritora, edhe quhet sigur. Unë jam kundër këtyre gjërave që thuhen që nuk kanë një bazë as teorike, as reale në jetën kreative. Unë ju falenderoj, edhe duke qenë se unë e përdor shpesh këtu, edhe është një akademi përkujtimore, ju ftoj për një dur trokitje homash për No Gasprin. Unë do t'i them 2 fjalë për si e kam njohtur No Gasprin, edhe si krijues, po edhe si njeri. Veçantia e No Gasprit si krijues është se ai ishte më përpara një lexues që i ka përblu pothuajse krejt letërsinë shqiptare të botës. Dhe ndoshta pastaj dikur erdhi dhe u kthjellu që ta merrte penën dhe të hidhte dhe ai letërsinë e tij. Unë kam lexuar pothuajse shumicën e librave dhe me qenë se unë kisha një zyrë diku duke qenë kulturore e fëmijëve, edhe ai këtu në përlezhje kishte, si më thënë, kretë lëvizjen e tij, kemi nejt edhe në forma miqësore, po edhe në diskutimet e librave, unë flitësha me një lloj fryme debatimi për librat dhe ai kishte sensin e kundërshtimit dhe të debatit për librin, dhe që kjo, si më thënë, kjo animon në fakt letërsinë e vërtetë. Dhe ai e kurrizoi, e përmbylli veprën e tij me 10 libra. Në përmbyllet fjalës time, unë them që të marrim 1 minutë heshtje. E kujtoshit me respekt e me nërime emrin e tij. Të nderuar pjesëmarrës, ti je pjesë e kësaj akademie, si e tha dikush, e këtij përkujtimi të një autori të shumë romaneve i cili nuk jeton më, sigurisht që është privilegj për çdo. Unë më i tepërti në këtë pjesëmarrje jam unë, pasi në fakt nuk kam lexuar në gjë. Unë kam mik Gjonin dhe as nuk e kam njoft autorin, por duke dëgjuar gjithë të konsideratat të larta për të, jam i obliguar që edhe unë dikush të mi gjej, po ti nes ma shumë se kushdo, të mi gjej librat e tij, sigurisht ndoshta jo të gjitha, po 2-3 libra, dhe të bëhem edhe unë pjesë pothuajse integrale e këtij paneli, të cilët e njohin si njeri, e kanë njohur si njeri dhe e njohin si shkrimtar sot e përherë. Faleminderit. No Gaspri ka qenë një talent jashtëzakonshëm në atë kohë për letërsinë. Bile unë e kam pasë tip pedagogët e, se unë nuk dija rusisht atëherë, kam marrë me vanesë më konvikt. Edhe shikoja si hash me profesor Çordi Zdarin, edhe me disa letrar të asaj kohe, si Radolf Markun, Shpresa Kapisyzin, Zana Dumen, Pjetër Gjurën dhe një vajzë shumë simpatike, Vasilika Vasil. Kolegut, shokut tim No Gaspri. Ne kemi bashkëlltu një kohë gjatë diferencën shumë e vogël mes nesh, që në gjimnaz, në fakultet, në punë, deri në promovimin e librit parë Jerina, këtu në te Biblioteka Lezhë. Du të them 3 vlerat e No Gasprit. Ka qenë një specialist shumë i mirë i bujqësisë, një shkrimtar shumë i mirë. Unë kam lexuar një 4-5 libra romane të Nujës, më pa mundësi me qenë prezent unë mi lexuar gjitha. Dhe ka pas një të metë që ka lexuar shumë libra, ma shumë se askush tjetër nga specialistë e bujqësisë edhe më gjanë. Para ka pas një formim, një gjatë veçan nga gjithë tjerët, veçarisht nga ne kolegët.
Dhe unë do të them që Këshilli Bashkiak i Lezhës me këtë aktivitet, me këtë punë që ka bën gjithë jetën e tij, veçanërisht në botimin e 10 romaneve të Në Gasprit, të mendoj, të emërtoj që ta kujtoj Në Gasprin. Po shoft pas noja me gjithë bashkëshortën e tij dhe qofshin të lumtur 2 djemt me gjithë familjet e tyre dhe të afërmit e tyre. Pak radhë, por paraprakisht do të thoja, ose të bashkoj ato që tha doktor Gaspri, Gjoni, që kishte dëshirë që të studionte për letërsi. Krijimtaria e të ndjerit Ndue Gaspri është dëshmia më e qartë, më domethënëse e padrejtësive të tregura ndaj elementeve të spikatur me tipare të veçanta të identitetit tyre. Dhe sa i përket edukimit të agronomisë, më vjen mirë që një plejadë e gjerë, një listë e pafundme nga ish Instituti Bujqësor i Kamzës, kanë spikatur edhe në krijimtari, mjafton që të kujtoj këtu. Disa prej tyre, Martin Leka, Marash Mirashi, Shpëtim Roqi, Enrico Ceko, e të tjerë, që kanë marrë emër tashmë kombëtar. E për të ndjerin Nuk Gaspri, unë shkrova kështu. Ka njerëz që ikin pa zhurmë, por mungesa e tyre flet fort. I tillë ishte Ndue Gaspri, shkrimtari i qetë, që i dha fjalës dritë dhe shpirtit prulsi. Njëri i butë me sjellje dhe i fortë në mendim. Ai fliste pak, por çdo fjalë e tij kishte peshën e së vërtetës. Në romanet e tij jeton vendlindja, jeton Lezhë dhe mëtej. Lezhë me erën e drinit, kujtesën e gurit dhe shpirtin e njeriut të thjeshtë. Autori i 10 romaneve, Ndue Gaspri shkroi me ndershmëri e përkushtim, duke e kthyer çdo fjali në lutje të qetë për njeriun dhe vendin e tij. 5 vjet pas ndarjes nga jeta, fjala e tij ende ndriçon, sepse krijuesit si ai nuk shuhen, kalojnë në anën tjetër të dritës ku fjala rritet me kujtimin tonë. Faleminderit. Tani unë normalisht që ne jemi shumë emocionuar për gjitha fjalët që cilat fliten dhe janë folë gjithmonë, por prapë në këtë përvjetor të 5 largimit ti nga jeta, besoj që unë jam shumë herë ma i vlerësuar për kënaqësinë e këtij angazhimi gjithë ju, një spektri shumë gjanë pjesëmarrjes dhe normalisht pozicioni im është shumë i vlerësuar. Unë nuk kam që a them tjetër dhe nuk më shtoja si gjysë fjalët përveç falënderimit për tanë pjesëmarrësve në këtë takim, për organizatorët kryesor, për zotin e Kuranit, cili mundsoi lajmërimet, për zotin Nes, për gjithë veprimtarinë e vet. Po ashtu nuk kam se si la mangun edhe zotin Frano Kulli, si botues i veprave tina, apo zotin Nu Deda, i cili ka meritën shumë speciale edhe të vlerësimit të veprës tij si njëri i veprave dhe i artit dhe i letërsisë tonë shqiptare. Shumë faleminderit tanëve për angazhimin, për dhënien dhe për çajin këtu prezent.